Në një lagje të qetë të Firit, jetonte një grua që nga jashtë dukej si një nënë e zakonshme shqiptare, e martuar me 3 fëmijë dhe një familje që dukej e rregullt, por pas dyerve të mbyllura fshihej një histori që askush nuk e kishte dyshuar ndonjëherë. Këtu është rrëfimi i saj, një histori që trondit, që çudit dhe që sfidon kufit e moralitetit dhe sekretit familjar. Ajo u martua e re me një burr punëtor, të qetë dhe të besueshëm. Të gjithë mendonin se ishte çifti perfekt, festa të qeshura, gëzime familjare, por brenda saj mungonte. Martesa nuk e plotësonte. Dashuria që kishte shpresuar nuk e ndiste kurrë. Në fillim heshti, por më pas vendimet e saj ndryshuan gjithçka. Kur lindi fëmia i parë, burri i saj besonte se ishte i tij. Askush, as familja, as fisi nuk dyshoi gjë. Dhe ajo heshti. Nuk ishte planim, kujton ajo. Thjesht ndodhi. Njeriu i gabuar, momenti i gabuar. Por fëmia nuk ka faj. Babai biologjik, një njohje e shkurtër, një marrëdhënie e ndaluar që u fik pa shpejt sa nisi. Koha kaloi, por boshllëku i saj emocional mbeti. Martesa sërish u zbe. Filloi një lidhje e dytë, e cila zgjati më shumë se e para. Rezultati, fëmia i dytë. Këtë herë, ajo e dinte që po ndërtonte një gënjeshtër të madhe, por nuk kishte forcë ta tregonte të vërtetën. Burri im s'dyshon kurrë, ai është njeri i mirë, ndoshta shumë i mirë. Pika e thyrjes, lidhja e tretë, sekrete ishte më e rrezikshmja. Më shumë pasion, më shumë rrezik, më shumë frikë. Dhe fëmia e tretë erdhi nga një tjetër marrëdhënie jashtëmartësore. Ajo e dinte tashmë, asnjë nga 3 fëmijët nuk ishte burri me të cilin jetonte, por ai vazhdonte të rriste si të vetet, me dashuri dhe përkushtim, pa dyshim, pa fjalë, pa pyetje. Një ditë një test rastësie ADN-je i bëri për arsye shëndetësore. E rrezoi të gjithë fasadën, e vërteta doli në dritë. Burri u trondit, familja u nda dhe jeta e saj ndryshoi përgjithmonë. Sot ajo flet për herë të parë. U gabova, u humba, kërkoja dashuri jashtë, ndërkohë që burri im ishte në shtëpi duke dhënë gjithçka. Sot jam nën, por dhe një njeri që ka gabuar rënd. Historia e saj është një paralajmërim, një rrëfim i sinqert i një gruaje që humbi rrugën, por që sot guxon ta tregojë të vërtetën.